Një projekt e Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes, Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve përfshin të ndërtimin e ujësjellësit rajonal nga burrimet e Përrojë të Lopës dhe burrimet e Ketës për disa fshatra të bashkisë së Klosit si Fullqet, Dars, Unjate, Bel, Kloskatund, Plani Bardh, Shëngjun dhe fshati Fshat. Por për banorët e këtij të fundit ende në shtëpitë e tyre nuk kanë bërritur ujë, ndonse ata deklarojnë se rrjeti është shtrirë, ujë i pishëm nuk ka ardhur. Banorët e lagjës Ballosh në fshatin Fshat 3 deklarojnë se ujin e pishëm vijojnë ta sigurojnë në burime alternative që ndodhen afërsi të fshatit ose të pinë ujë nga burimet që kanë marrë shumë vite më parë nga fshati Shkalli Zibrit. Po s'ka pas ujë pishëm. E kena marrë me zor janë në për moj. Kontrollume s'ka as pak fort kina. Po e kanë përdu, e kanë nërë dhe e kanë do kanalin dhe në binë. Po se kur të vijës djetë, po e kanë do kanalit ato e kanë fut. Ja, pa ujë për zotin. Edhe në mojmë do bënore, do. Musim janë ka dhoni shpa e kanalit. Ujtë peshëm. Nuk binë ujtë e selëshëm, ma të hare. Nja që dim. S'kemi pasja, asë një. Fitues të zbatimit të këtij projekti me vlerë rreth 2.3 milionë euro ishin bashkimi i kompanive Boe Gjoka Konstruksion SHPK dhe Uda SHPK. Nisja e punimeve për këtë ujësjellës të 8 fshatrave në bashkinë e Klosit është bërë në mars të vitit 2023 dhe me afat përfundimi 18 muaj, por ndonse po bëhen gati 3 vite, banorët ankohen se nuk kanë ujë të pishëm në shtëpitë e tyre.